Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve, uroj të jeni mirë. Do bëjmë një mesazh, në fakt të dy, nga që sot nuk i bëra mesazhet për shkak se ishim vonë leximet e javës dhe mos të ngatrohen që të dyja me njerësh, dhe zgjodha të bëj sot një letër oracle si mesazh dhe për nesër të dashur binjakë një nga letrat tarot. Kemi një ri këtu dhe një lloj udhkryqi. Ky është riu që tregon jeni shumë më të fortë se sa po e përdor fuqinë tënde aktualisht. Të kujton që ti nuk je i thyeshëm apo e thyeshme. Jeni të mençur, intuitiv dhe të aftë të dalesh nga çdo situatë, por vetëm nëse zgjedh të mos rrotullohesh më në vend. Jeni duke bërë round and round, prap njësoj apo në një vend numëro. Ndërkohë, dy të shpatës është letra e përplasjes së mbrëmshme. Zemra thot një gjë, mendja një gjë tjetër, ndoshta po shmang një vendim sepse nuk do të lëndosh dikë, ose sepse nuk do të përballesh me pasojat. Një frikë brenda, por kjo gjendje e ngrirë nuk të ndihmon më. Të ka lodhur, ju ka raskapitur dhe vërtet po kalon në një shqetësim. Çfarë duhet të bëni të dashur binjak? Zgjidh. Edhe nëse nuk është zgjedhja perfekte, veprimi është më i fuqishëm se paraliza, të qëndron në një vend. Beso tek intuita jote, ti e din cilën rrugë duhet të ndjekësh, ndoshta ke kohë që e di, por nuk e gëzuar ta ndjekësh. Përdor fuqinë tënde për të dalë nga ky bllokim emocional ose mendor ku ke ngecur. Mos lejo që pasiguria të mbaj peng. Fuqia jote rritet kur merr përgjegjësinë për vendimin tënd. Nuk është mungesa e fuqisë që më ndal, është ngurrimi për të zgjedhur. Kjo është jeni ju. Nuk jeni të dobët, jeni të kujdesshëm, por tani është koha për të lëvizur, absolutisht. Pa vendim s'ka qetësi, por pa qartësi nuk ka liri të dashur binjak. Mjaft keni qëndruar në mes, koha është për të zgjedhur vetveten, apo ajo çfarë ndjeni që duhet bërë, të dashur binjak.